Miq turizmus. Në kafat e Berishës, sigurisht bëjnë pjesë ato që janë gjëra të zakonshme, mund t'i ndodhi çdo njeriu, po që një plaku 80 vjeç, 81 vjeç i përsëriten më shpesh se sa duhet, se sigurisht është një lodhje, fushata elektorale është lodhje. Unë që sigurisht as që e dua dhe as që e respektoj një individ tillë, që e konsideroj një nga fatkeqësitë më të mëdha të ndodhura politikës shqiptare dhe drejtimit shtetëror shqiptar, absolutisht më të madhe, të barabartë me Enver Hoxhën, ndoshta më keq se sa Enver Hoxha, sepse sigurisht ai ka vepruar në diktaturë ideologji, kurse ky diktaturën, ideologjinë dhe marrëzinë politike të tij e ka ushtruar në një popull i cili kishte dalë nga diktatura dhe është popull i lirisë sot. Sigurisht ka drejtën spakut ta thotë atë fjalë ose të lëvizje ose të bëj çfarë dojnë, në fundit nuk e pengon kush. Dhe prandaj gjejnë edhe rrugën e largimit, sepse kur demokracinë e pllakos një individ i tillë, pllakos edhe alternativën politike, njerëzit në fundit kam pse zgjedhin. Ne këtë kemi fituar, lëvizjen e lirë. Dhe sigurisht gafat që shtohen kanë të bëjnë edhe me gafën normale, ajo që i ndodh gjithëve, dhe sigurisht edhe me gafën e cila ndodh sepse kështu e kanë mend. Dhe unë e justifikoj se nganjëherë Berisha thotë edhe të vërtetën. Në shumicën e rasteve gënjen. Gënjen për shifrat. Gënjen për dhe mashtron. Me gjysmë të vërtetat dhe të vërtetat. Mashtron duke e bërë Shqipërinë vendin më të pajetueshëm. Mashtron duke thënë që është vendi diktaturë. Kur vetë ai s'ka lënë gjë pa bërë, dhe kur vetë ai mund të thotë çfarë të dojë, mund të shaj këtë dojë dhe të fyej këtë dojë, mos t'i bindet kur ligjit, dhe sigurisht një vend diktaturë nuk ta kishte lejuar kurrë. Ama Berisha thotë është vend i diktaturës. Një vend i mafjes dhe i kriminalëve, që sigurisht do të pengonin edhe zhvillimin e çdo lloji gjëje, e që sigurisht na lejokan Berishën. Nxirret si konkluzion që edhe kjo vetë është pjesë e një diktature mafioze dhe një mafie në vetë, që e bën varfërinë ekstreme, që e bën vendin më të shëmtuar të Evropës dhe të botës, që e shan sytë huajve sepse ka mungesën e pushtetit të tij dhe urren atë që është në pushtet. Degradon vendin, i bën njerëzit e shitshëm, që shiten me njëherë ke kundërshtari politik dhe që blihet çdo shqiptar, çdo demokrat blihet me pak lek. E sigurisht, duke e bërë vendin kështu, duke e shkatruar, duke e demoluar, duke e fyer, duke e sharë, në të vërtetë të gjithë aty idiotët që e ndjekin pas kupton se është duke e bërë për atë që është në pushtet. Po atë që është në pushtet e voton gjysma më tepër e popullsisë. Pa praktikisht edhe sikur të jetë kjo, është duke demoluar, duke sharë, duke fyer, duke përgënjeshtruar, duke bërë gënjeshtrën më të madhe të mundshme, duke hedhur atë në botë dhe në publik, po fryen vendin e vet. Aty nuk i dhimbset absolutisht thotë që ky është vendi më i keq i botës. Sepse sigurisht ditën e parë që vjen pushtet ky që s'ka për të ardhur kurrë, ky vend kthehet nga më i keq i botës në më të mirin e botës. Sigurisht që ky e ndrejste këtë vend duke përdorur 21 janarin ose 15 marsin, o duke vrarë 26 vet nga korrupsioni, o duke vrarë në protestë 4 njerëz cilët nuk po bënin një gjë të madhe, thjesht po shëtitnin në bulevard. Kështu e ndrejste ky, ose e ndrejste si 14 shtator duke bërë gru shtetit, ose e ndrejste duke vjedhur në një mas të pa imagjinueshme rrugën e kombit, plus edhe mineralin që ishte nga malet, dhe duke mos e mbaruar kurrë. Kjo është mënyra e Sali Berishës, kështu e ndreqja ai, e kupton? Duke e futur në një luftë tre klasash, në luftë civile si në 97-ën, duke ia grabitur gjithë lekët shqiptarëve, duke rrëzuar shtetin, duke lënë pa bërë, nuk e di se çka lër pa bërë, asgjë s'ka lër pa bërë. As Enver Hoxha nuk i ka bërë këtë gjë, ai ka bërë Sali Berisha. Sigurisht me majmunët që e kanë ndjekur pas. Dhe Matjanve ju thot diçka të vërtetë atë që mendon.
më të papërzemërta. Ai ka raste që është me të vërtet i kthjellët. Përshëndetjet më të papërzemërta. Në këtë moment ai ka thënë të vërtetën e vet. Kjo është e vërteta sa li. Matjan edhe Matjan, nderimin tim më të madh për ju, mirënjohjen më të pakufishme dhe përshëndetjet më të përzemërta, për mbështetjen e madhe që më keni dhënë mua dhe Partisë Demokratike. Ai urren edhe popullin e vet. E ka futur në luftë civile, e ka futur në gjak, i ka shkatruar shtetin, i ka bërë grush shtetit, e ka vrarë për korrupsion si Gërdec, e ka vrarë në protestë si 21 janar, e ka rrjepur, e ka mbytur si në Shkodër 4 herë, e ka grabitur në gjitha drejtimit, i ka grabitur naftën, i ka grabitur mineralet. Qa si ka bërë këti popull, duke i grabitur edhe iniciativën, duke i grabitur edhe mendimin, duke shkatruar gjithë shka, duke i grabitur Breakdatit, duke i grabitur me 7.500 të gjithë pronarëve, duke rraur të persekuturit dhe pronarët. Çfarë s'ka bërë? Por ka momente të kthjellta. Dhe një nga këto momente të kthjellta është përshëndetja Matjanëve. Përshëndetjet më të papërzemërta. Ai ka në zemër diçka tjetër. Sigurisht të origjinës së vërtetë tij, e cila nuk është në Shqipëri. Origjina e tij, ADN-ja e tij nuk ka të bëjë fare me atë shqiptare. Ka të bëjë me një origjinë tjetër, që ju e dini shumë mirë. Edhe kjo nuk është Barcalet, po është krejtësisht e vërtetë. E vërteta e Sali Berishës është kur thot më të papërzemërta. Dakord? Kjo është e vërteta e tij dhe këtë e tha në kthjellësinë më të mirë të tij. Jo tha Matjanëve.